Jemi rikthyer tashmë në studio, sigur se ju thash edhe më herët, Artan Hoxha më është bashkuar në ABC Live. Hoxha, përshëndetje. Po, përshëndetje. Mirë se erdhe. Një fundjavë me ngjarje shumë të rënda. Dua ta nisim nga ajo çfarë ndodhi në Nikël të Krujës, grabitja dhe dhunimi i një biznesmeni. Mund të kemi ndërkohë materialin të shohim pak se çfarë ka ndodhur dhe më pas me njëherë fillojmë bisedën me Artan Hoxhën? 10 persona të maskuar dhe me armë kanë hyrë me dhunë banesën e biznesmenit Nazmi Çangu nga Nikla përmes kësaj porte. Më pas kanë hapur me trapa derën tjetër dhe hyrë në brendësi të vilës. Siç tregon biznesmeni, një prej tyre ishte i veshur si polic. I drejtuan automatikun, e dhunuan dhe u detyrua të tregonte vendin e çelësit të kasafortës, të cilën e hapën dhe grabitën parat. Gishti që opre në të shumë. Një kurës për e rështarakës. E sakaton kasafortën, kanë marrë shka pas mena, kanë pas, s'ka qenë pa gjë, a kupta, kanë pas $, kanadez, lekë, se di e qina, nuk e di ma shumë ati shka kanë pas. Nuk e di e vlerën fiksës, se unë jem biznes e sipër. A i sqaron se grabicit u shpërnda në ambiente të ndryshme të banesës, disa mbyllën me çelës në një dhomë bashkëshortën dhe fëmijët e tij dhe 3 të tjerët e dhunuan. Më pas e lidhën dhe grabitën, sende të tjera me vlerë dhe 2 armë që kishte me leje. Thotë se nuk ka asnjë të dyshuar, por ngjarjen e lidh me të kaluarën e tij si ish polic dhe me investimet e fundit si biznesmen. So nga boja 2-3 investime të shtëpi, i kam bërë, si me thonë, nga shpirti, 3 investime. Në vorrezat e Niklës kam hapur ujë që s'ka ujë se ka lind njerëzimi. Ka kushtu goxha miliona lekë. Këtu këtë rrugën që erdhe ti, e kena bo vetë me vlaj, miliona lekë e kena hamë. Kam bo të shti, kjo është më çuditshme, që mund të ndjekë shumë, kam bo një investim në rrugën nacionale Fushkruj Lezhë, kam bo një investim goxha, se kam bo veç për vete, kam bo po ta shifni atje, ju heqmenja është si lana Tirana, se kam bo me beton, me hekur, me gjana, bo mrekulli për atë vend. Nuk ka besim se autorët do të arrestohen. Apeli im është shumë mbrana 28 autorët gjindën me dasht policia shtetit. Me dasht. Po nuk dur, jam i bindë që nuk dur. Ose do të arfalgjakum, pa dek. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 2 të mëngjesit në Nikël të Fushkrujës. Policia deri më tani nuk ka identifikuar asnjë të dyshuar. Mirë, kjo ishte dhe deklarata që ka bërë Nazmi Çangu, biznesmeni nga Nikla, i cili është grabitur dhe është dhunuar. Hoxha, grabitja në banesa ka patur shumë, po grabitje që tyn 10 njerëz brenda një banese është jo normale. Sigurisht ngjarje shumë e rëndë. Por më tepër kur ka ndodhur në familjen e një biznesmeni, sigurisht ngjarja është në tim e sipër. Nuk them dot me saksi akoma se sa persona kanë qenë. Do them se do të shikohen kamerat e sigurisë, do të shikohet pozicioni i tyre, do të shikohet roli që ka patur secili. Këto janë ngjarje që nuk ka nevojë të kesh edhe 10, edhe me 4-5 veta ajo bëhet boll ti si them ti je i sprovuar për ngjarje të tilla dhe ti je i motivuar për ta bërë. Në rastin konkret duket qartë që grabitësit kanë qenë të motivuar për të shkuar deri në fund misionit të tyre. Ata e kanë ditur shumë mirë se me kë kanë të bëjnë. Nuk është kollaj të grabisësh në Nikël, ose të kryesh krime në Nikël, përveç banorëve të zonës. Ose dikush që ka miqësi me banorët, nuk hyn dot aty. Aty dhe ditën, domethënë është e vështirë, diku duhet pyesësh se ku do shkosh dhe këtë do takosh. Sa më tepër, thash kur kemi të bëjmë me personin fjalë i cili është i dëmtuar, i cili ka qenë punonjës policie, nëse pa edhe banesën ku ai banonte, dyert ishin mirë të siguruara, pamja ka qenë i gjithë, pra sipërfaqja e ambienteve të banesës ka qenë mbuluar me kamera sigurie. Këta e kanë ditur mirë dhe autorët. Sigurisht ata kanë vepruar të veshur me uniforma policie, nuk është hera e parë që në këtë zonë përdoren uniforma policisë. Ka shumë ngjarje, duke filluar që nga Enver Stafuka kur u rrëmbye, që kanë qenë të veshur me uniforma të forcave speciale madje, dhe me radhë ngjarjet. Ngjarja më e fundit që më mend në Nikël, domethënë me efort ka qenë plagosja
në oborrin e banesës, mos gaboja Mariglen Hakës. Ka qenë atentati i organizuar po ashtu me një pjesëmarrje të madhe të një grupi personash, pra pak a shumë e ngjashme si me këtë ngjarje. Pra, të gjitha këto elementi thash për dëshmorë që autorët e kanë ditur mirë me kë kanë të bëjnë. Pra e dini shumë mirë kush ishte Nazmi Çangu, çfarë përheqëson Nazmi Çangu, dhe çfarë pasojash mund të kenë nëse Nazmi Çangu mbetet gjallë. Ne dëgjuam dhe deklaratën e tij, i cili tha, nëse nuk e zgjidh shteti tha po do e zgjidh për 40 tetor, do ta zgjidh unë se nuk e fal gjaku. Hoxha, më thuaj të lutem, është thjesht grabitje apo synimi ka qenë përtej thjesht grabitje, sepse fakti që ai thotë më kanë prerë gishtin, dhunimi e çdo gjë tjetër. Pa jep një justifikim ose jep një alibi dhe e lidh pjesën e gishtit me faktin që ata s'po gjenin çelësit e kasafortës. Që është e qëndrueshme. Nga deklarimet që kanë dhënë polici në të gjithë personat e pyetur, pra familjarët flas, japin deklarime të njëjta. Gjë që do të thotë që të dhënat e tyre përputhen. Sigurisht që është një grabitje sepse qëllimi kryesor i tyre kanë qenë parat. Sa e shumë e parave dhe vetë media shton diku 100.000 euro, disa 120.000 euro, po ai vetë thotë që ka pas disa lloje monedash brenda dhe kartmonedash dhe në bazë të kursit edhe ai vetë thonë nuk e di me saktësi sa kisha sepse un jam në biznes e sipër. Pra, objektivi primar i tyre ka qenë për të marrë sasinë e parave. Nga e dinin ata që Nazmi Çangu në banesë mbante shumë të mëdha parash. Dhe kasafort. Po kjo është një gjë tjetër. Në të kaluarën, pra shton që Nazmi Çangu është një nga aktivitetet e tij, biznesit ka dhe dhënien e parave me interes. Pra, i e borx në këmbim të një interesi. Pra ata e dinë që ai ka para dhe ata ose kanë patur informacion për ditët që kanë bërë ngjarjen, që ai do ketë bërë në një aktivitet dhe ka marrë një sasi parash dhe ka atë sasi parash në banesë, sepse pse zgjidhur pikërisht ai moment. Pra ata kanë patur informacion që në banesën e këtij biznesmeni do të gjejnë para dhe kanë gjetur para. Sa shuma dim që është më e madhe se 120.000 euro. Saktësisht asnjëri s'na ka thënë deri tani, sepse nuk besoj edhe vetë personi ai ka pasur të dokumentuar me saktësi që sa para kanë qenë brenda, pra flas të dokumentuar, sepse është biznesmen, e ka të regjistruar diku me faturë sa çfarë vlere kanë ato dhe si kanë hyrë ato para, pra nga çfarë burimi janë, gjitha me radhë. Megjithatë, pra së pari grabitësit e kanë piketuar mirë objektivin, kanë patur informacion të saktë që aty ka sasi të mëdha parash, e kanë studiuar, e kanë ditur mënyrën se si mbuloj me kamera dhe se si e kishe sistemin e sigurisë Nazmi Çangu, janë futur në zonën, ju e pa dhe rruga aty, thotë rruga Çangu. Dhe nuk është vetëm Nazmi Çangu, aty janë disa kushinjtë të tij, familjarë të tij, nuk është kollaj tush aty. Prandaj po them që duket në të vërtetë një ngjarje, sidomos nga kjo pjesë ku e kanë bërë, pra ku kanë vendosur ta kryejnë grabitjen, duket më e vështirë se vetë grabitja, më e guximshme se grabitja vetë që ka bërë. Diçka, në rast se vërtet kanë qenë 10 veta që kanë hyrë në banesë, siç thotë i dëmtuari, besohet se duhet të kenë qenë edhe disa të tjerë që ruanin zonën për qark. Ku është ky grupim kaq i madh që ka arritur të hyjë në nikël, të qarkullojnë, të kryejnë të gjithë këtë? Këtë lloj informacioni nuk e kam, se kanë qenë 10 apo kanë qenë 7 apo kanë qenë 4. Tash e herë. Nëse je i motivuar për ta kryer një grabitje dhe ke eksperiencën për ta bërë, e bën edhe me 2 veta, me 3 veta, me 4 veta maksimumi. Sepse sa më shumë njerëz të jenë, aq më e vogël është pjesa e parave që do të bjerë për të ndarë pas grabitjes. Se kushdo që vjen grabitje nuk vjen për vullnetar aty, për ndihmuar vullnetarisht. Vjen sepse është joshur, sepse do marrin një sasi para. Pra zakonisht grabitjet bëhen nga një grup personash, të cilët e dinë sa është ajo marzhi i fitimit dhe ata hyjnë atë histori për të marrë një sasi të caktuar parash. Kur Çangu thotë që unë do hak merrem vetë në rast se shteti nuk vepron. Do të ngjelin të autorët. Nuk mund të them. Duhet kuptojmë neve që ai diçka di ose një lloj indicie e ka se kush e ka kryer? Nuk mund të them me saktësi dhe një herë sa persona kanë qenë, këta kanë nxjerrin kamerat e sigurisë. Thashë zona për ty është një zonë jo kollaj. Më shumë aty se sa e ruhet me armë, se nuk ruhet me post-blok zona. E ruan vetë reputacioni e atyre njerëzve që janë aty. Është vështirë. Po të pyeta Çangu vetë, mund të ketë ndonjë lloj ide se sigurisht Çangu tha që ishin me dialekt nga zona më sa e pash në ato intervistat që ka dhënë në media, nga zona e Kurbinit ose nga Malësia e Krujës. Pra i dha një lloj identikiti. Ose nga mund të jenë.
Ajo nis nga e furra. Sigurisht që ai ishte për lesh shumë me ta. Ai tha njërin e ka kafshuar edhe në krah dhe në këmbë, pra ai ka bërë për lesh dhe ata prandaj kanë goditur ai shumë. Sepse ai ishte për leshur, nuk është dozuar. Pra ata e kanë mposhtur ata vetëm me dhunë. Dhe dhuna kishte shkaktuar gjithat përgjakjen banese duke i sigur aty që bëri kasapan. Sigurisht ngjarja është jashtëzakonisht e rëndë. Sigurisht është një nga ato ngjarje që duhet zbuluar shpejt. Mos zbulimi i shpejt i kësaj ngjarjes do të çojë në viktima, do të vriten njerëz nëse nuk zbulohet. Vetë zona ku ka ndodhur ngjarja është një zonë që nuk ta fal kush. A do të bashkëpunojmë me autoritetet që ke vështirë? Nuk kam parë dhe në ngjarje të tjera që aty policia të ketë bashkëpunim me banorët e zonës. E zgjidhin vetë po? Ata më tepër e zgjidhin vetë. Edhe unë besoj që më shumë se sa do të punoj policia, ai do të punoj vetë. Po heq pjesën që ai ka qenë vetë punojës policie dhe di se si funksionon policia dhe e njeh shumë mirë se si e mbulon policia të zonë dhe di shumë mirë se çfarë burimesh informative ka policia në atë zonë. Pra është një ngjarje, thashë një herë, më shumë të merron fakti i guximit të këtyre personave që kanë marrë përsipër për ta bërë këtë gjë. Dhe pse e kanë bërë pikërisht në atë moment, çfarë informacione e kanë pasur dhe pse kanë shkuar në ato çaste një personazhi siç është Nazmi, thashë Çangu, që nuk është një njeri që mund të godasë shkollaj, thashë një herë. Në zonë në Nikël është habitati aty që është e vështirë të ndodhi ngjarje. Vetëm për motive shumë të mëdha. Ka grupe grabitësish në zonë që mund të jenë të njohur për drejtësinë? Sigurisht që ka grupe grabitësh. Që mund të vihet gishti ose të merren në pyetje? Ka grupe grabitësh, por keni parasysh ne kemi po të marrë një shembull edhe për grabitjet e Rinasit, nëse kujtoni. Fillimisht policia në atë zonë kërkoi grabitësit. Nga Derveni deri në zonën deri afër zonës Paskuqanit, aty i kërkonte grabitësit, dhe aty dyshonte që ishin. Dhe kryesisht dyshonte grabitësit që kishin aktivitet brenda territorit, por që kishin bërë aktivitet dhe jashtë territorit. Se ne kemi grupe grabitësish që kanë grabitur në Europë dhe të cilët janë kthyer në Shqipëri që ne s'e njohim fare. Dhe na ndodhin ngjarje pastaj se mbajmë mend se të qendra tregtare në dalje Tiranës, pra ngjarja e Babagjyshave, apo ato të Rinasit që ishin grabitje që nuk orientoshin do të fare autoritetet. Ata u përsëritën disa herë rresht, derisa u gabuan ata që i kapi policia. Kështu që dhe në rastin konkret, ngjarja me të vërtetë është e rëndë, skena se si është zhvilluar ajo ishte me të vërtetë shumë e rëndë. Gjithsesi, unë gjëja që do të kërkoja ishte së pari i shpreh familjes Çangu, pa diskutim që është një ngjarje shumë e rëndë për ta, është një traumë, aq më tepër që ka qenë në sy të bashkëshortes dhe të fëmijëve, është një traumë, por së pari duhet të ruajnë gjaktësinë. Duhet të bashkëpunojnë me autoritetet, në rast se nuk kanë besim tek autoritetet lokale, të kërkojnë, sepse zoti Çangu e njeh si funksionon policia, të kërkojë një grup të posaçëm hetimor nga drejtoria e përgjithshme, të bashkëpunojnë me ta, të japin informacion atyre, pra të japi nëse dyshon që informacioni që do të japin në policinë lokale do shkojë te grabitësit, atëherë duhet të shkojë më lart që të bashkëpunojnë në mënyrë që kjo ngjarje të zgjidhet në rrugë ligjore, të mos i lihet ngjarjes që të kalojnë në një zinxhir hakmarrjesh, sepse pastaj pasojat do të jenë shumë të rënda për të gjithë. Edhe për vetë familjen që ka ndodhur kjo ngjarje shumë e rëndë. Të shohim se si do të veprojë policia dhe se sa do arrit të zbardhet. Mirë, do të kalojmë në një tjetër ngjarje po ashtu të rëndë të ndodhur gjatë fundjavës. Ndjekim materialin. Fillimisht bëhet fjalë për vrasjen e Demir Backës në qendër të qytetit Fierit. 57 vjeçari Demir Backa është qelluar me 16 plumba, një pjesë të cilave i mori në trup. Prej plagëve të marra ndëroi jetën në spital. ABC mëson se biznesmeni nga Fieri u qellua në parkimin e jashtëm të një qendre tregtare, brenda në mjetin e tij tip Audi. 57 vjeçari ishte i vetëm në makinë. Nuk dihet ende nëse kishte dalë apo do hynte në qendrën tregtare. Ai u ekzekutua mbrëm rreth orës 20:40 nga një person që ndodhej në një mjet tip Benz. Pasi qelloi me breshëri, autori dhe bashkëpunëtori i tij, drejtuesi i Benzit, u larguan nga vendngjarja. Pas disa minutash në fshatin Daullas, në këtë fush, u gjetë djegur dhe makina me targa të Kosovës. Në të ndodheshin 2 armë, një Kalashnikov dhe një pistolet. Policia ka nisur verifikimet nëse targa është falso apo jo, ndërsa dyshohet se autorët u largua në drejtim të Vlorës. Policia ende nuk i ka identifikuar, por ka mbledhur pamjet e kamerave të sigurisë
nga rreth rrotullimi QTU-s, ku dhe ndodhi atentati, deri në fshatin Daullas. Gjithashtu po heton për të kaluarën e 57 vjeçarit, i cili nuk rezulton me precedent të mëparshëm penal. Baska ishte biznesmeni i njohur në Fier, kishte në pronësi lokal pjacën që ndodhet në qendër të qytetit. Në vitin 1997, i vra në masakrën e Levanit të vëllain Medi Backën, ish antarin e bandës së Fierit, bashkë me 23 persona të tjerë. Kjo është ngjarja e ndodhur në qytetin e Fierit. Hoxha, cili është Demir Backa? Dikush përmendur si ish antar i grupit Fierit, bandës Fierit e tjera si këto, pastaj na rikthej në 97-ën, vrasja e vllait në masakrën e Levanit. Aso kohë, cili ishte? Përveç faktit që ishte pronari lokali nga më të njohurit në qytet, sepse është mund qendër. Është një ngjarje me vërtet shumë e rëndë për qytetin e Fierit, që ka qenë një qytet që deri tani ka qenë larg këtyre konflikteve. Jo se s'ka pas konflikte në Fier, po në Fier kanë një mënyrë tjetër të zgjidhjes konflikteve. Në Fier konfliktet zgjidhen me kompromis. Nuk shkojnë tek arma. Çuare tek arma çon në një rrugë pastaj që dëmton edhe biznesin, qoftë dhe biznes kriminale apo i lishëm, por dëmton edhe mënyrën se si funksionojnë. Pa diskutim që kjo është një ngjarje shumë e rëndë edhe për shkak të asaj çfarë përfaqëson viktima. Te lokali që përmenden që nuk ka vetëm atë lokal, kanë baskallint janë të njohur edhe si lagje në Fier, jo thjesht si jo vetëm viktima. Me sa di unë kam biznese, kanë 2 hotele në Vlorë, njërin me sa di e kanë shitur kohët e fundit, me një shumë që nuk e shkon diku te 3 milion euro. Kanë hotel në Sarand, kanë hotel në Himar, kanë një sipërfaqe shumë të madhe me qindra mbas edhe me mijëra hektar tokë. Kanë një numër të madh baktish që i mbajnë me punëtor. Pra kanë shumë biznes, nuk janë marrë vetëm një biznes. Janë ekonomikisht të fuqishëm, kanë një marrëdhënie vllazërore dhe fisnore shumë të konsoliduar, dhe prandaj them që kjo ngjarje shumë e rëndë, do të krijojë një problematikë që Fieri nuk e ka patur deri tani. Pra, autorët që kanë kryer këtë gjë, cilët edhe unë jam me bindjen e plotë që nuk janë persona direkte përfshirë në konflikt, janë marrë me pagesë, është vrasje tipike me pagesë, e cila synon bëhet me autorë që kryejnë punën dhe dalin nga skena, dhe ai që mund të jetë organizatori dhe financuesi i kësaj ngjarje është dikush tjetër. A do ta marrin vesh? Unë besoj se do ta marrin vesh, sepse do të ketë ngjarje tjetër. Kjo ngjarje nuk mbyllet me kaq. Kjo thjesht sa ka nisur një zinxhir vrasjesh në Fier apo kudo që të gjenden personat e përfshirë në këtë vrasje. Lidhet me sape të vjetra, sikurse po thuhet, dhe çfarë është kjo banda e Fierit që unë të paktën jam nga Fieri, po s'e kam dëgjuar ndonjëherë. Do t'i shpjegoj një nga një. Nuk ka bandë Fierit. Po pra, s'e kam dëgjuar ndonjëherë banda e Fierit. Nuk ka bandë Fierit. Unë merrem me këtë profesion që fundin e shekullit kaluar. Nuk ka një bandë të Fieri. Fieri ka grupe apo fise shumë të strukturuara, shumë të organizuara, shumë fuqishme, nga ana financiare. Së pari, janë nga burimet njerëzore që ata kanë dhe nga lidhjet e forta që ata kanë në Agjencitë e Zbatimit të Ligjit. Në Fier ne kemi patur rast që oficeri i shërbimit sekret jep informacion për kundërshtarin. Pra, në Fier ka ndodhur kjo gjë. Kanë lidhje të forta politike dhe shtrirjet, tentakulat e organizatave të Fierit. Pra ato kanë qendrën në Fier, po ato janë të përfshirë në gjithë territorin. Fillojnë nga jugu në veri. Kanë lidhje gjithandej, kanë aktivitet në shumë vende të Bashkimit Evropian, madje edhe më tej, dhe përtej kontinentit tonë. Dhe prandaj them që kjo ngjarje ka prishur shumë ekuilibra në Fier. Sigurisht më njëherë pas ngjarjes që ndodhi, ka patur edhe aty zhvillime, sepse sigurisht në momentin e parë janë kapur të papërgatitur të gjithë dhe janë munduar të marrin masa që paraprakisht marrin vesh se çfarë ka ndodhur dhe së dyti të tërhiqen, të jenë ato territoret e tyre në zonat e tyre që t'i shpangin një lloj goditje të aty për atyshme. Do të themi që jemi në kohën e mediave sociale. Është e frikshme me shpejtësia me të cilin përhapet një informacion sot. Që në momentin e parë të ngjarjes është thënë që vllai ka qenë dhe lidhi me masakrën e Levanit.
Nuk ka asnjë lidhje fare. Nuk ka lidhje. Fare. Personi që është vrarë në masakrën e Levanit është një kushëri, mos gaboj, Mehdi Backa nuk është vllai i Nuk është vllai, ta nuk janë të doan të lidhi me idenë që me që këta kanë pasur bindje të djatha dhe kanë qenë mbështetës të së djathës kryesisht. Masakra e Levanit në vetvete nuk ka qenë një bandë lokale, po ka qenë një grupim i disa personazheve në jug të Shqipërisë. Kryesorët kanë qenë 3 vëllezërit Muka të Pusit me Zinit, ai që njihi si grupi Pusit me Zinit, dhe pastaj brenda kanë pasur personazhe nga Tepelena, nga Gjirokastra, nga Fieri, pra ka qenë një grup i cili nuk synonte të bënte luftë në Levan, aq më tepër me Romët e Levanit, por ishte përgatitur për të goditur në Vlorë dhe për të përballur me grupet e armatosura që ishin si pjesë e Komitetit Shpëtimit Publik të Vlorës, apo bandat sapo ishin kryer në Vlorë dhe që ishin kundër autoritetit shtetit së kohe që qeverisej nga djathtë dhe nga ish presidenti Berisha. Pra kjo është një ngjarje përjashtuar për mua, nuk ka absolutisht asnjë lidhje. Atëherë përfshimi disa ngjarje që kanë ndodhur në të kaluara në Fier. Por po ato vërtet kanë ndodhur. Unë kujtoj që para mos gaboj 2 vitesh e kam përmendur diku një nga këto ngjarje. Por këto janë ngjarje që kanë një farë kohe që kanë kaluar. Dhe duke patur parasysh se si zgjidhen ngjarjet në Fier dhe se çfarë përfaqësojnë personazhet në Fier, edhe ajo ngjarje më duket pak sa e vështirë, domethënë edhe këto ngjarje më duken pak sa të vështira të jenë ato që janë përfshirë në historinë me vrasjen e ditës, me atentatin e ditës së shtunë. Kjo rezulton që djali që u kap në atë rast, është fëmia e një personazhi shumë të njohur në qytetin e Fierit, biznesmen dhe ai shumë i fuqishëm, person me precedent në të kaluarën, kryesisht jashtë shtetit në Itali, është kërkuar disa herë ekstradimi, nuk është bërë e mundur, me mbështetje dhe lidhje politike, pra nuk është një personazh i lehtë. Besoj dhe me sa informacion ka patur unë që kjo ngjarje ka patur një lloj më mbrapa, një lloj si them negociate që palët të mbeteshin aty dhe mos shkonin tek përplasja me armë. Ngjarja tjetër ka të bëjë me një histori në mes qytetit, por edhe ajo më tepër si them preteksti është banal, por zhvillimet nuk janë banale, janë të mbartura. Është një histori që djali një personazhi tjetër po të fuqishëm në qytetin e Fierit, me lidhje të forta dhe ai si nga biznesit, si me agjencitë e zbatimit ligjit, edhe ai kërkuar të ekstradohet, i dyshuar dhe i përfshirë, nuk mbaj mend dhe unë përgjime sa herë më ka dalë në trafik të narkotikëve, ndërtues shumë i fuqishëm në Tiranë, edhe në vende të tjera, me lidhje shumë të forta me qeveritë e djeshme dhe me qeveritë e sotme, madje në informacionet e fundit që kam parë në media, më rezulton që ai merr gati 80% të tendrave të bashkisë atje. Por edhe kjo ngjarje, thashë një herë, është shumë shpejt për ta çuar pikërisht këtu. Është vërtet që djali i këtij biznesmeni ka patur një konflikt dhe ka dhunuar mbesën e viktimës së të shtunës, pra e Demir Backës. Është vërtet mrapa që për ta zgjidhur këtë konflikt, ky biznesmeni ka shkuar në lokalin apo aty ku kanë qenë ambientet e Demir Backës. Është dhunuar aty, është çarmatosur, ka qenë armatosur, është hequr arma, është dhunuar aty. Pra kjo është gjetur zgjidhja. Me këtë rraj është mbyllur ajo histori. Dhe nuk ka patur më mbrapa as konflikt, as atentat, po secila nga palët ka ndenjur në territorin e vet. Madje kam raste të tjera në Fier të denoncuara edhe publikisht, por që nuk shkohet më tej, sepse unë jo më kot them që Fieri vazhdon të ngelet Universiteti i Krimit të Vendit. Nuk i çojnë gjërat as në media as policia. Asnjëherë gjërat nuk bëhen publike aty. Pra ata i kanë zgjedhur, ka patur raste kur policia skuadra operacionale ka ndjekur pjesëtar të një grup kriminal, ata kanë dalë nga zona e vet dhe për të shpëtuar policisë kanë hyrë në zonën e grupit tjetër. Dhe janë kapur nga grupi tjetër dhe policia është tërhequr. Janë dhunuar nga grupi tjetër. Janë dhunuar sepse ka menduar çduan sepse ata e njohin njëri tjetrin. Çduan vrasit e filan grupit tek zona jon. Dhe ngjarja është raportuar nga qytetari digjital se një kalaman i dhunuar tek qyteti tek spitali i Fierit, do të thotë aty shkon te histori. Por policia tërhiqej, përse i di territoret. Ka qenë në ndjekje, ka parë ku kanë hyrë, është tërheq policia. I ka kapur
grupi që kontrollonte atë territorin e kësaj zonë. Dhe duke e bëra gjithë ekspoze, mund të jap edhe emra, se nuk duan një rol, po në momentin që jemi, unë mendoj që është shumë e rëndësishme që aty të prevaloj së pari gjakthotësia dhe qetësia, sepse është e vërtet, ju e patë në pamë. Emrave pasaj ndes gjakrat. Ju e patë, aty në gjakrat tashme janë ndezur, unë roj që thash dhe njëherë që të... Po që me kënga këto që më tregove Elis më shumë vrasjan? Një minutë, se do të marrë këtë pjesën. Pra, ajo që po mundohem të them është që e patë se si u reagua dhe ndaj policisë ku shkojet. Pa, nuk i pranuan fare. Dhe jemi në të njëjtën situatë si në zonën e Niklës. Edhe në Fier nuk bashkëpunojnë shumë me autoritetet. I zgjidhin vetë ata. Kjo është e keqe këtyre historive. Që ata vendosin të zgjidhin vetë. Dhe thash, kemi të bëjmë me një familje shumë të fuqishme financiarisht, për burime njerëzore, ka një rjetë më është një lagje e tërë në Fier, që është lagje e Kosovarëve. Janë shqiptarët e Kosovës, cilët kanë ardhur herët dhe janë vendosur aty dhe tashmë ata janë bërë autoktonë në Fier, sepse ka një shekull. Pra, parë në këtë kontekst, unë prandaj quaj një ngjarje shumë të rrezikshme këtë dhe për vetë ekuilibrat në atë qytet, sepse personat që janë goditur i kanë të gjitha mundësitë për të kryer ose për të hakmarrë dhe për të filluar një zinxhir i cili të krijonte pasoja. Do të ishte shumë e rëndësishme që kjo histori të hetohet shpejt e të zgjidhet shpejt nga policia, po është e vështirë. Është e vështirë për mënyrën se si është organizuar atentati. Edhe po zgjidhet nga policia me këtë që po më tregon merr fund? E parë njëherë ne kemi do të qartësoj dy detaje tjera. Aty thuhet kanë ikur në drejtim të Vlorës, po kush e pa që ikën në drejtim të Vlorës? Sepse gjetën makinën daullas të djegur. Ku zakonisht ngjarje atentatën të Fier ndodhin në këtë formë. Goditet objektivi, makina e atentatit çohet në një pozicion tjetër. Ndërkohë autorët largohen në një drejtim tjetër. Pra, se ti e njeh Fierin. Ngjarja ka ndodhur në rrethërtullimin në hyrje të Fierit nga krahu Levanit. Nga aty ka një unaz të jashtme të qytetit, që i kalon nga poshtë. Kjo unazat lejon që ti të dalësh në drejtim të hysh në autostradë në disa pozicione. Ata kanë zgjedhur pozicion në drejtim të fshatit Daullas. Kush ka qenë në Apolloni, e di ku bie fshat Daullas, makina është gjetur aty. Ka disa rrugë dalse aty, sepse janë dhe disa rrugë që njerëzit nuk parasharkullojnë shumë për të nxjerrë. Nëse je në rrethërtullim të Fierit, në dalje të Fierit, pra për ndrejtim të Levanit dhe të Vlorës, pse duhet të biesh vërdallti në krau tjetër? Kur ti mund të biesh në qafën e Koshovicës, në Levan, kush ka asnjë patrull, zero patrull ka aty. Po edhe në patrull policie që rrin në autostradë, nuk rrin në rrugën që lidh Fierin me Levanin, ti u futen në drejtim të Levanit dhe mund të ikësh, mund dalësh në Tepelen për Gjirokastër Sarand, në Tepelen përmet dolen Korç Pogradec dhe humbe gjurmët, mund të hysh në krahun tjetër dhe shkon për Roskovec, në krahun tjetër dhe shkon Ballsh. Fieri është një qytet që ka aq shumë dalje, është qyteti nga po them me më shumë hyrje e dalje në Shqipëri. Kështu që to historitë që hyri erdhi nga Vlora, u futën nga ajo, harroje. Ngjarjet në Fier janë shumë sofistikuara. Unë me dyshoj shumë që autorët kanë vajtur, ata s'janë marrë fare me makinën. Ata kanë bërë atentatin, ka ndërruar mjetin tjetër, ai që ka djegur makinën është tjetër person, ka patur vetëm atë detyrë, të djegi makinën e krimit. Shikoni, makina regjistruar me targat Kosovës. Pse me targat Kosovës? Sepse Demir Backa është me origjinë nga Kosova. Shkruat, edhe aty është gjetur një detaj. Ky është viktima është me origjinë nga Kosova, ata kanë vetëm me targa të Kosovës. A e kanë përdorur këtë për t'ju afruar? A ka qenë kjo makinë dhe e ka ndjekur të ditë tjera, nuk e di. Kjo është një gjë që kamerat e sigurisë aty do ta dëshmojnë. Vetë subjekti ku ka ndodhur ngjarja ka kamera sigurie, vendi ku ka ndodhur ngjarja është i mbuluar, Fieri është një qytet i mbuluar me kamera sigurie, të cilat mund të japin një ide mbi lëvizjet, por nuk tregojnë shumë mbi autorët, është shumë e vështirë të kapur autorët. Atëherë çfarë kanë bërë? Kanë kryer atentatin, kanë ndjekur automjetin. Automjeti është me numër shasie të fshirë. Pra është vështirë identifikueshëm. Edhe nëse është vjedhur, kush vjedhur. Armët janë me numra serie të fshira. Pra, edhe armët janë të vështira për të identifikuar, jo që sot gjen armë me lehtësi, por dhe armët në vetvete, pra autorët janë kujdesur që të fshinë dhe numrat e serisë së armëve. Pra, ata kanë lënë shumë pak gjurmë. Që do të thosh një vrasje profesionale. Ata janë përpjekur të bëjnë një vrasje profesionale. Sa ka qenë profesionali, kjo do duket nga gjurmët që ata kanë lënë mbrapa dhe nga aftësia që do kenë autoritetet tona për ta zbuluar. Dhe unë më fal që po bëj avokatin e djallën të rast, por unë besoj që ne autorët e kësaj ngjarje ose kush shihet pas kësaj ngjarje, se këtu në këtë rast kemi të bëjmë me ekzekutor,
me organizator, me financues dhe me porositës. Janë rolet ndarë. Kjo më duket një nga ato atentate tipike që ka skemë që përdoret pra një zinxhir të tillë që zinxhiri të kputet diku dhe të mos shkojnë tej. Pra, nëse kapen autorët, po ti nuk shkon dot tek porosici dhe te financuesi. Pra ti duhet ta gjesh këtë gjë. Tani shumë herë njerëzit nuk kuptojnë kush është porosici, kush është financuesi. Financuesi në një atentat mund të jetë 3-4 grupe. Duan ta heqin njëri qafe dhe secili vë një shumë të caktuar parash, nga 100.000 euro. Ja mbjell 400.000. Këto i ka marrë dikush që merr përsipër atentatin. Ky është porosici dhe ky gjen ekzekutorët. Tani, ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në Vlorë, në Fier, dhe në pjesë tjera të vendit në Durrës, kanë dëshmuar që ne kemi vrasjes me pagesë që janë kapur. Kujtoni vrasjen në Fier të atyre 2 qicave që vranë në mes të ditës në Fier. Kujtoni që ishte ajo që janë antidrogës. Më fal në Vlorë. Pra, kujtoni atë ngjarje si e bën. Edhe për këtë edhe të pyesja, me vrasjen që ndodhi në Po ata u zbuluan pak a shumë, sepse edhe ata në të rast vrasin që nga zona Niklës. Dhe po bënë një vrasje në Fier. Por në rastin e Backave është shumë e vështirë përdorësh vrasës lokal. Kështu që je i detyruar pra të gjesh të hartosh një skenë që të jetë më e vështirë për të zbuluar dhe autorët mundësisht mbarojnë punë dhe të zhduken nga skena mos jenë më në qarkullim. Në mënyrë që aty të kputet zinxhiri dhe ti mos shkosh te zbulimi i autorëve. Këto historinë mbrapa ju shoqëruan 25 veta, ti mund të shoqërosh gjithë qendrën tregtare atje. Ato janë pjesë rutine e kronikës pastaj. Ato nuk kanë asnjë vlerë. Thash një herë, e rëndësishme është që policia do ketë avantazh dhe prokuroria në këtë histori në rast se i bind familjarët të bashkëpunojnë. Nëse rast se nuk i bind të bashkëpunojnë, do të jetë shumë e vështirë zbulimi i kësaj ngjarje, pra që të kenë një ide nga ka ardhur. Dhe pastaj ti thua që do hapi probleme në vazhdim? Jo do hapi. Kjo ka hapur probleme. Kjo sapo ka hapur probleme në Fier. Është një histori që nuk mbyllet aty. Palët e dyshuara deri tani janë pak a shumë të njëjtit kalibër. Kanë para, kanë logjistik, të pamas, kanë burime njerëzore të mëdha, pra kanë bodyguard, kanë roje, kanë shoqërues, kanë lidhje të forta, kanë lidhje në polici, kanë lidhje në gjyqësor, kanë lidhje në politik, kanë lidhje edhe në opozit edhe në mazhorancë. Pra kuptoni sa i ndërlikuar, prandaj Fieri është aq i ndërlikuar, sepse aty nuk është një grup që shikon vetëm një, është i ndërlidhur me shumë interesa dhe prandaj kjo goditje, kjo ngjarje dhe për më tepër që ekzekutimi i nat formit Demir Backës është një ngjarje jashtë rregullatorit, jashtë asaj çfarë ndodhte deri tani në Fier. Mund të ketë devijim Hoxha, për shembull të jetë një ngjarje që mos ketë fare lidhje me këto që ne përmendëm ose me personazhet e njohur në qytet, mund të jetë dikush tjetër, por që unë prandaj po mundohem që të jap disa nga pistat, por të mos jap emrat, sepse është shumë shpejt tash ndonjëherë. Është shumë shpejt. Në Fier, me njëherë, që ditën e djeshme, ka patur një lloj, si të themon, rivlerësimi të masave të sigurisë. Në rregull, njerëzit pak a shumë që janë në qytet, kanë marrë masa, janë spostuar në zonat e veta. Ne i dim pak a shumë në Fier, se si funksionon Fier, i dim lagjet, i dim territoret, i dim bizneset, i dim zonat. Pra nuk është kaq kollaj aty. Dhe pse ka ndodhur kjo gjë? Kjo gjë ka ndodhur sepse i ka zënë papritur. Sepse nuk kanë menduar që do të shkonin punë deri këtu. Nga ky moment e mbrapa, gjithë situata thash është tani në varësi të reagimit ose mënyrës se si do të vendosin familjarët e të ndjerit për ta zgjidhur këtë histori. Qartë. Ndërkohë, duat ndalim edhe në një temë të tretë, që nuk është ngjarje aktuale, por që mbetet një nga ngjarjet më të bujshme të pazgjidhura. Zhdukja e Remzi Hoxhës plot 26 vite më parë, në 21 tetorin e 26 viteve më parë, të vitit 1995. Ka patur statuse për kujtimi, në fakt edhe nga Kosova kam lezuar për gjatë ditës së djeshme, edhe nga Maqedonia e Veriut. Hoxha, ti je nga gazetarët që e ke ndjekur hap pas hapi, aso kohë kujtoj fare mirë, po edhe më vonë nuk e lënë në rast pa e përmendur. Çfarë është mundur të zbulohet deri tani, ose më saktë është marrë më kush me këtë çështje? Në fakt, ky përvjetor, i si vjetëmi, ka qenë përvjetori me pak impakt në Shqipëri. Sepse kryesisht bashkëverimtarët, bashkëlufttarët e Remzi Hoxhës, familjarët e tij, janë përpjekur që të jenë gjithmonë në një prezencë në Shqipëri, në Kosovë, të radhë ata kishin zgjedhur Maqedoninë.
dhe qendrën e kryeqytetin e Maqedonisë në Shkup. Pse u vendos në Shkup? Shkupi është qyteti i tretë në hapësirën shqiptare, i cili një nga rrugët në Çajër, rruga pra në pjesën shqiptare të qytetit, që deri para pak ditësh mbante emrin Çajërska, nga ky moment mban emrin Remzi Hoxha. Sot kemi 3 rrugë, një në Ferizaj, pra qyteti ku ka kryer aktivitetin Remzi Hoxha. Një në Kaçanik, ku është qyteti origjinës i Remzi Hoxhës, dhe Shkupi bëhet qyteti i tretë, ku është qyteti ku ka jetuar për një kohë të gjatë dhe ka vepruar Remzi Hoxha. Ka vendosur, pra autoritetet e qytetit, bashkia e qytetit, të vendosi emrin rrugës Remzi Hoxha. Dhe ceremonia përkujtimore na ndihmon dhe regjia. Unë kem qenë në këtë ceremoni, nëse shikoni, ky është plakati në vendin ku ka jetuar Remzi Hoxha në Shkup, dhe aty është rruga Çajërska, ku është vendosur edhe emri i rrugës Remzi Hoxha. Në një pamje tjetër, në një foto tjetër është i nipi Remzi Hoxhës, që mban emrin e tij, aty janë familjarët afër dhe autoritetet që kryetari i mos gaboj i bashkisë. Fëmia që mban flamurin në dorë është i nipi, është djali i Ardian Hoxhës, që mban emrin e gjyshit vet Remzi Hoxha. Pra ky është Remziu i vogël. Sigurisht që kjo është një ngjarje shumë e rëndë. Aktiviteti që u zhvillua në Shkup ishte një aktivitet me pjesëmarrje të gjerë. Merrte pjesë që nga kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, përfaqësues deputet të parlamenteve të Kosovës dhe të Maqedonisë, ministra, kryetar bashkisë të dy shteteve, ndodhi dhe ambasadori i Shqipërisë në Shkup, pra në Maqedoninë e Veriut, në këtë aktivitet, dhe pastaj pjesa tjetër ishin veprimtarë të cilët sigurisht u morën jo thjesht me përkujtimin e këtij përvjetori, bën një bilancë asaj çfarë kishin bërë deri tani, dhe hartuan një plan të cilin do të jetë si plan veprimi në vijim. Së pari ata i kanë kërkuar autoritetet shqiptare që të vendosen një plakat në ish bazën e Shikut në vajin të Lezhës, pra në parkun kombëtar të Kunevajinit, pikërisht në vendin ku ka humbur jetën Remzi Hoxha, pra të jetë një përmendore e tij, dhe po ashtu autoriteteve të kryesisht bashkisë kryeqytetit të Tiranës që t'i vendosi emrin një rruge, mundësisht nëse është e mundur të rrugës ku ai është rrëmbyer, është një, pra ajo që ka ndodhur Remzi Hoxhës tashmë është e provuar qartësisht me prova, me të gjitha elementet që kemi të bëjmë me një krim shtetëror. Dhe familjarët thjesht për shkak të asaj që përfaqësonte Remzi Hoxha, nuk e kanë çuar çështjen në gjykatën e të drejtave të njerëzit për ta dënuar shtetin shqiptar, për ta penalizuar dhe financiarisht, sepse mund të kishin shkaktuar një dëm shumë të madh me miliona euro, sepse është një krim shtetëror. Pra është e provuar tashmë që Remzi Hoxha e rëmbeu Shiku, e zhdukur Shiku dhe e mbuluan autoritetet. Ka kaluar 26 vite. Dikush do duhet të fliste minimalisht për trupin, ku është trupi i tij? Pikërisht kjo ngjarje ka mbajtur gjithmonë këtë histori në tonus. Fakti që është një ngjarje e rralla të 30 viteve të postkomunizmit, ku ne nuk kemi gjetur kufomën. Ku dihet me saktësi se ku ka humbur jetën kufoma dhe nuk e kemi gjetur. Pra është e provuar kush e mori, si e mori, me urdhë të kujt, kush e ka torturuar, to dihen, sepse ka një vendim gjykata në Shqipëri. Sot ne kemi Lirku Mbaron, që është i dënuar, nuk e ekstradon dot në Britania, nuk ishim as interesuar. Sot aty mora vesh që kishin, unë kam kujtuar që ai ishte nazi, po aty mora vesh që informacioni i fundit është që ai ndodhet në Amerikën Latine dhe ka të ngjarë të jetë në Brazil. Si një ish oficer, që ka qenë oficer i sigurimit të shtetit, ka mbaruar për inxhinieri, mos gaboj ka qenë për inxhinieri për inxhinieri hidrokarburësh. Pra, është një njeri që i njeh mirë shërbimet sekrete, i njeh mirë institucionet, i njeh mirë si bëhet gjurmimi. Pra, informacioni i fundit i tij që unë kisha para i viti ishte që ai dyshoi, kishte të paktën kështu thoshin në mediat britanike, që ai mund të ishte larguar nga Britania në Kinë. Por rezulton tani që ndodhet në Amerikën Latine dhe dyshimet janë që dhe këte nga kërkimet që kanë për vetë bashkëpunëtorët e tij, bashkëveprimtarët e tij, dhe dyshimet janë që ai ndodhet në Brazil. Por ajo që është më rëndësishme është që nuk po punohet ende në Shqipëri, mundësit janë akoma,
Kryeministri që sot në detyrë ja ka premtuar familjarëve të Remzi Hoxhës edhe kur ishte në opozit, unë mbaj mend disa takime në zyrën e tij, ku kanë ardhur vëllezërit e tij dhe djali i madh i Remzi Hoxhës. Dhe kjo është një ngjarje përfshirë dhe në raportet e Departamentit të Shtetit disa herë, jo një herë, në raportet për të drejtat e njerëzit. Pra, është një ngjarje që e ka penalizuar Shqipërinë gjithandej. Dhe është një ngjarje që ka emra, ka autor. Dihet kush është rrëmbyesi, dihet kush është urdhëruesi, dihet kush i ka fshirë gjurmët, dihet kush nuk e dorëzon kufomën. Dorëzimi i kufomës sot, gazetete nuk jeton më, ka vdekur, i shefi i shërbimit. Po. Pra, e njëjta gjë ka ndodhur me shumë dëshmitar. Prokurori i cili hetoi çështjen në momentin kur do të jepte kërkesën përfundimtare para gjykatës, diqën rrethana që ne nuk i sqaruam dot kurrë. Dhe ne patëm pasaj një ndryshim të kërkesës që do bënda ai dhe një dënim më minimalin e mundshëm. Ne e dim që drejtori i shërbimit i Shikut të Tiranës në atë kohë, më mbrapa, pra në vitin 2005, u rikthye në detyra të rëndësishme, shërbeu dhe në 2 vjet si drejtori i përgjithshëm i tatimeve dhe ka qenë arrest shtëpie dhe për asnjë minutë nuk u largua nga detyra. Sepse kryeministri asaj kohe vendosi, pra Sali Berisha vendosi që të mos se vinte në dispozicion të hetimit. E la aty në arrest shtëpie dhe ai firmoste nga arresti i shtëpisë. Pra, po ta shikosh, kjo është një ngjarje që ka njollosur tej masa, e ka baltosur shtetin shqiptar, shqiptarën përgjithësi, aq më tepër që është vrarë një veprimtar i cili mblidhte fonde me logjistikën, me grumbullimin e armëve për lëvizjen çmimtare në Kosovë, e cila sot ka kulmuar në krimin e shtetit 2 shqiptar Ballkan, si shteti i Kosovës. Pra praktikisht ne kemi një dëshmor që ka ngelur në Shqipëri dhe nuk ka autor dhe nuk i gjejmë dot kufomën se në autorët e tim kush janë sot. Dhe prandaj është bërë kaq e rëndësishme dhe nuk mund të lihet prapë them në harres dhe të mos bëhen përçapje për të kërkuar eshtrat e Remzi Hoxhës, minimalisht për t'ia kthyer familjes së tij, dhe pjesa tjetër për kujtimore pastaj është një pjesë tash që ajo është bërë sepse ai është tashmë një dëshmor i pavarësisë Kosovës, është një njerëz tash që nderohet në 2 shtetet e tjera të Ballkanit, në njërin që është shtet shqiptar, mirëfilltasi shqiptar, dhe në shtetin tjetër ku shqiptarët janë faktor shtetformues për Maqedoninë e Veriut. Kështu që kjo është një histori që nuk mund të lihet dhe për mua nuk ka për të harruar për sa kohë dhe nuk ka për të rënë në qetësi për sa kohë që eshtrat e Remzi Hoxhës nuk do të kthehen pra familjes tij, pastaj është tjetër gjë se do t'i vendosin, unë mendoj që ato do të vendosen në varrezat dëshmorëve të kombit, sepse ai është një dëshmor i kombit, jetën e ka dhënë për çlimin e Kosovës, dhe kjo është një gjë tashmë së pari të gjendën e provuar, familjes të kenë mundësi të kryejnë ato ritet. Prandaj është një personazh dhe një figurë që nderohet gjithandej, por unë e marr kryesisht me pjesën, nuk e marr me pjesën politike të historisë, unë e marr me pjesën kriminale të historisë. Dhe pjesa ne na takon, pra Republikës Shqipërisë, autoriteteve tona, që ta çojnë në fund të ngjarje, hetimin e kësaj ngjarje, duhet me patjetër të gjejnë eshtrat e Remzi Hoxhës. Pastaj pjesa tjetër, interpretimet, le t'i bëjnë si të duan, por thash edhe një herë, ajo që ndodhi në Kosovë, ajo që ndodhi e njëjtën në Shkup, dëshmon fare qartë se çfarë përfaqëson Remzi Hoxha, se cili është jeta e tij, se çfarë sakrifice bëri ai, sublimet deri në humbjen e jetës. Pra, ai u torturua nga duart e shërbimit informativ shtetëror shqiptar, sepse nuk pranoi të fliste, të tregonte kush ishin bashkëpunëtorët e tij, kush ishin shokët e tij, ku po i çonte ai armët që mbiten në Shqipëri, financimet që ai kishte në Shqipëri, kush ishin bashkëpunëtorët e tij me ata në kufirit. Mos harroni, ngjarja ka ndodhur në një kohë që Shqipëria ishte duke thyer embargon e naftës, duke furnizuar me naftë, duke thyer embargon e OKB-s, duke furnizuar me naftë ushtrinë e Jugosllavisë mbetur, sepse ishte akoma Serbi Malizi. Kështu që nuk duhet t'i harrojmë të gjëra. Hoxha, faleminderit. Faleminderit që në studio, faleminderit edhe për bisedën. Isha me Artan Hoxhën dhe kjo ishte ABC Live për ditën e sotme. Bashkë do takojmë nesër në orën 11. Mirupafshim.